Rreth 50 projekte ka përgatitur Komuna e Gjakovës për konferencën e donatorëve që po mbahet në këtë komunë nga dita e enjtë. Duke folur rreth këtyre projekteve, kryetaria e komunës Mimoza Kusari Lila ka ofruar pasqyrën e gjendjes së tanishme dhe mundësitë e zhvillimit të gjendjes socioekonomike, sektorit privat, infrastrukturës, ish-ndërmarrjeve shoqërore, bujqësisë dhe të sektorëve të tjerë. Sipas kryeministrit Hashim Thaçi dhe ministres për integrime evropiane Vlora Qitaku, Komuna e Gjakovës është komuna e parë në Kosovë që ka organizuar konferencë për donatorë. Është shenjë pozitive dhe përparim në qeverisjen lokale që një komunë e cila është përgjegjëse për zhvillimin socioekonomik në nivel lokal identifikon dhe organizon konferencë për donatorët për nevojat e saj. Ndërkaq Qitaku tha se nisma e Gjakovës duhet të shërbejë si shembull për komunat e tjera. Gjakova shënon komunën e parë që organizon një konferencë të tillë dhe ne shpresojmë që ky të shërbejë si mësim i mirë edhe për komuna tjera, anët në Kosovës, por edhe më gjërë, dhe shpresojmë dhe besojmë që rezultatet e kësaj konference do të shërbejnë si motivim për kryetarët e tjerë të zgjedhur. Më pas, disa organizata ndërkombëtare si USAID, UNDP, Swiss Cooperation, Austrian Development, GIZ, KFW dhe UNICEF kanë bërë prezantimet e strategjisë zhvillimore të organizatave të tyre dhe premtuan për krahje në projektet që ky qytet ka përgatitur në këtë konferencë. Përveç Thaçit dhe Qitakut, të pranishëm ishin edhe anëtarë të tjerë të kabinetit qeveritar. Gjatë ditës së premtë, në kuadër të kësaj konference, në 4 hapësira të ndryshme në bibliotekën e qytetit janë bërë prezantimet e projekteve në prani të donatorëve. Sipas Aleta Farshikut, zëdhënës i komunës, disa nga projektet janë marrë nga donatorët e interesuar dhe Komuna e Gjakovës pret përgjigje për mundësitë e financimit të tyre brenda disa ditësh.